Mirësi dhe Ramazanit, mirësi dhe Ramazanit. Ja, bre. Pise ke dalë në penzion. Këtë shpije ki bon bibliotek. Trunin veç në e kishe pas. Pa, leca, pa. Mirë be t'ja, po t'pengoj diçka, po s'ki me kanë më marra, po mu një jetë më ka shkrubre në arsem, e ti do me ndryshue, pse jam dalë penzion. Hajde. O, nuk o të më pengu. Po të misionin tani ke kryja. E tash, meno pak, shfridzoje jetën, për që këto pak vjetë shka na kanë mejten. Greja, e di unë qëllimin ta. Ti veç do me dekoncentrue, me nisi me fillu prap libre me lexua, ti me nejt rahat. Qata e ki, ja? Jo, hajtë sa për qashtu, këshirë, krije sa ma shpejt pra. Një më i gru, vajzën, sa kom pa hiq bre, edhe dishka kini vetë një porre, po mdokët. Edhe ajo, dhëmë vetë mësue. Ja bre, gru bre. Po mdokët, kjo qikica të ma bo bre qefi bre, gru bre. Kam qebe kër dale pak moderno, pak mja për shtabe kohës bre, rethit bre. Pasi, në plasi, vëllë, vajza numrës, pedi bre, ku shem bre une. Si më kone që ka hoqës, bre. Ama, lebe ke për nësë një ndrojna be mendimin, po shqirë se është në udhë zotit, bare masaj gajlen, s'kina pse me abajten, në ra. Po bre, u po të kuptoj po, barën pak në veshje, bre. Emancipu me më kanë pak, pas pak hjene, pa dikosh, bre. Mos mu ljargu, bre, rrethit, bre. Barën veshje pak. Po në ha që ka në urës. Hajtë bajtë, miro, leje, miro. Po qëfarë mirë, bre, edhe ti qëfarë mirë. Hajë mos të më plasë. Ku i bia jemi? Në tu me ndu se jenë dhe më në tonë dhe ty kërkon. Jo, bab, jo. Kesh në gjami, bab, edhe u registrova me mësu Kuranin, librën e shejt. Apo, mirë be baba sa pak kemi na librën gjuhën Shqipe. A nuk ashtë mirë be me studiu gjuhën tonë komptare. Apo në gjuhë angleza, apo në gjuhë të huj, tjetër. Bre babës. Po mirë, bre baba, jam kur gjë të keqe nuk ka. Në shkolli kam krejt notat e mira, gjithë shka mirë po mecë. Pse mos me mësu edhe një libër tjetër? Bile kjo dhe po më flenë me shpirt. Regull. Po pse bre babës se pe ngarkon vetëm? Këtë qëllim e kam. Mos të ngarko bre vetëm. Po, për deri sa i përkasim kësaj feje, pse edhe mos me studiu?
Po bre, po të këptoj, po mos e ljerë be anash mësime tjera. Jo, bab, jo, nuk po i la anash. Zoti ka thonë në faqen e partë Kuranit. Mëso qatë sa të munësh. Po mirë e ki edhe ti, po të kuptoj edhe ty. Unë të falenderoj ty shumë, bab. Po e falenderoj edhe Zotin për kitë këto të mira që na ka jep. Për këto pamje, për ajër, për oksigjen, për tona të mira që ka ditë mi qu, për dëgjim. Tona të mira ti ka qu. E vërtet, bia ime, e vërtet, ashtë për mos lësha shumë zemër. Mos e fokusa. Shumë se të lutem se babin e ke pas një ndërsimtar ma të vlerësuar. E din ti këta? E di, bab, e di, bile jam krenare. Që të kom bab, e je i vlerësum qashtë të qyshe. Po ti o bab, je rrit e ke jetu një kohë tjetër. Kohë të komunizmit, aty nuk e guxuas me përmend çfarë feje i përket, e le ma me shku në xhamia, me mësu Kurana. Tash është koha këtë ndryshe, po jetojmë të lirë, mundemi me mësu çka dojmë. E pse mos me studiu edhe Ke fejnë? drejt, babës, ke drejt. E, valla bab, mas i kam drejt, nisi edhe ti falu pak. Është mirë me bo namaz, bab. Tash edhe jem penzion, ki ko sot dush me bo namaz. Kako, bebi, kako, e di une. E di, ati po më kalzana. Ani, bab, ani, te edhin veç. Namazin e kem obligim. E kem për detyrë me bo namaz. E namazin nuk ka kohë. Namazin nuk pret. Qashtu qysh nuk na pret as vdekja. Kur nuk e din ti, kur e ki vdekjen. Hajde nonë. Bre. Hajde. Ku shkoj baba? Valla nuk di nonë. Ma herët kur erdha në shpe, ja qela pak si tem që doshta me mësu Kur'an e kështu, po se dija e veç u bo nervoz, po mdo këtë si pëlqej heq, edhe u që dull. Ja, bre. Më së banë merak. Ajo rritë në frim tjetër, kus ju ka leju. Edhe ati tash më ju ka mirë në trunk, jo. Heq më së banë merak. Po brenon, po a duhet gjithë qyshun e me dal e zhveshon, për mu dok që jam me avansume, nuk e di pse pi pengon babës, kjo puna e fejs kështu. Ti, kur kush nuk të na shkallon. Ti e mirë për gjithë, nga më ti mu nanas. E non më të vetë diçka. Çka ndodh nëse unë kam qef me ngjitë Shamin? Ti ajo që je e vetishme që vetë vendos? Vetës tane? Po ti qysh nanun e që sa herë menoj, shumë kam qef ti qysh me ngjitë Shamin, e para mendoj vetën me Shami, që qysh shpirti më knaqet.
O, nanës. Nëse ti e knash me një vendim tonin, nana veç të respektoj jetë me tim. Ti e nona ma e mira në botë. Apo? الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Mashallah, mashallah. Të pëlqen? Tepër. Me njëherë, një pamje në fytyrë tjetër. Ku baba? Sigur të kam më përzon prej shpije. Po shkoj, mos të më shel njëherë, që shtu të mësoj avash, ha? Hajt, be, hajt se s'ka shka thot. Aj sa gjenerata ti kam mësue, se duhet të duhemi, edhe jo të përqahemi. Që përqen të tjerën. Ha u lodhe, bab. Jo, baba, si. Bab, më falë, po... Nashta edhe nuk të pëlqeju në kështu. Po... Zoti na don që shto, bre, bab. Na don edhe ma shumë kur na i respektojmë urdhat në që na jepaj. Oj, bia ime. E gëzofsh babës. Po Zoti ty të pas ka falë për mbules. Edhe shumë bile ma e bukur po mdokësh. E gëzofsh baba. Për një me, baba? O, baba, pse jo? Që baba sa u Qera? kneva për gjamiës, bile e fala. Namazin me gjemat. Unë të menu që ti ki më qitë prej shpis, ti ardhë prej gjamisa? Po, baba, jo, bre, baba, shme qitën që kënë teme pi shpijës. Ky projekt sponsorizohet nga
Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet janë për Zotin e gjithësisë. E përshëndetjet e përzemërta për vullën e pejgamberisë sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër dhe motra, miq e dashamir, ndjekëm një film të metrazhit të shkurt i cili dha një mesazh shumë të fuqishëm. Dha një histori e cila nuk ishte vetëm e veçantë, ishte super e veçantë, që tregonte se si mund të jetojnë dy botra të ndryshme në një shtëpi. Se si mund të jetojnë dy njerëz të cilët mendojnë ndryshe në një shtëpi. Babai nuk ishte i keq. Nuk mund ta paragjykojmë, por ishte rezultati i një sistemi. Dhe vajza nuk ishte kush e di sa e mirë, se neve them kjo është më e mira, po ai ishte rezultat i një dritës e cila kishte depërtuar në zemrën e saj. Sa bukur thot Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Asnjëherë Zoti në Kur'an nuk e përmend Ibrahimin edhe pse babai i tij ishte i keq, bënte keq. Ndërtonte ata idhujt të cilët njerëzit i adhuronin, po ai ndërtonte, ai ishte arkitekti. Asnjëherë nuk i bërtiti, asnjëherë nuk e ngriti zërin. Asnjëherë nuk e mallkoi, asnjëherë nuk e ofendoi, por gjithmonë i thoshte o babai im, me sjelljen më të butë, dhe kështu Zoti i dha një mesazh profetit të Allahut dhe muslimanëve në gjithësi. Flisni njerëzve më të butë, për arsye se zemra nuk doron ofshama dhe bërtitje. Për arsye se lulën nuk e rritin bubullimat, për një shi i rrjedhshëm, një shi i butë. Sjellja e bukur e vajzës, mënyra se si ajo komunikonte, në fakt fjalët e saj i dëgjonin vesh e prindit, por çuditërisht atij nga brendia i qetësohej zemra dhe filloi t'i lulëzoi shpirti. Gjë në momentin kur ai filloi të ecë rrugës dhe dëgjoi një ezan, kur muezini tha Allahu Akbar. Allahu është më i madh, nuk e ftoi atë për namaz. Atë e ftoi që atë alarmin e dërgjegjes që e ke brenda, është i pasur alarmi. Për arsye se ti je tundu nga regjimet, nga idetë, nga ideologjitë e ndryshme, të kanë largu nga natyrshmëria yte. Ideologjitë e ndryshme janë filtra të cilat kalojnë. Je sot i ri, nesër plakësh dhe kalon ajo. Por besimi në Allahun fuqiplot bashkohet në atë zemër që edhe ma ka natyrshmërinë e qartë. Allahu Ekber e thet ndërgjegjën e disa ezanin në botë na thrasin neve. Jo çdo musliman i përgjigjet ezanit. Ndukush i përgjigjet në punë, ndukush i përgjigjet në shtëpi, ndukush në xhami, po ndukush nuk përgjigjet fare, për arsye se ezani thret ndërgjegjën. Sa e bukur është ajo ndërgjegje e pastër. Sa i bukur është ai alarm i brendshëm që është aktiv brenda tek njeriu. Dhe Allahu Ekber aty depërton ai besimi, për arsye se jo çdo fjalë e bukur e thon dhe depërton një zemër më një herë. E keni historinë e profetit Muhammed alayhis salam. Njëtat fjalë që u thoshte atyre sahabëve të cilët e kishin besu pejgamberin e Allahut. Por të njëjtat fjalë i dëgjuan edhe ata të cilët nuk besuan. Edhe ata të cilët pritën që në çlirimin e Mekës ta besojnë pejgamberin e Allahut, ta besojnë Allahun, të jenë i thartë të profetit Muhammed, të jenë pjesëtar të fesë së vetme të pranuar tek Zoti i Islamit. Dukush edhe vdiq me mllefin ndaj Islamit, me mllefin ndaj Kur'anit, me mllefin ndaj profetit. Vdiq politeist, vdiq pabesimtar. Mesazhi ishte i njëjtë për të gjithë. Jo çdo zemër e pranon mesazhin, por besimtari, besimtarja në shtëpinë e saj duhet të flet për të butë. E vërteta nuk kërkon bërtitje, e vërteta nuk kërkon ta fitosh debatin. Ti e ke të vërtetë, nuk ke nevojë ta fitosh debatin. Vëlla dhe motrë nderuar. E vërteta, edhe nëse nuk e fiton debatin, fiton diçka shumë më të madhe. E fiton zemrën. E kur ta fitosh zemrën, ke fituar gjithçka. Paramendo. Ndalu një çast të vogël dhe paramendo. Ndalu meditoj i çik, ndalu pak mendo. Paramendo ndokush i bie Zotit në sejdë dhe ti je shkaktari. Qoftë ajo edhe nëna yte, qoftë ajo edhe motra, vllau, baba. Mos i akuzo ata, për arsye se ata janë prodhim. Ata janë prodhim i një ideologji, mos i akuzo. Ata mendojnë në atë mënyrë. Ata funksionojnë me atë ideologji, ata shan idenë tënde. Por sharit e tyre nuk janë me zemër. Kurse dashuria yte për ta është me zemër. Dhe gjithmonë dashuria me zemër është ajo që fiton. E vërejtët, sa bukur aktorët e kanë përcjell atë në film, në atë lëvizjen filmike, në atë aktrim të bukur,
na dha një mesazh shumë të fuqishëm se besimi në Zot është ajo që i përgjigjet natyrshmërisë njerëzore, natyrshmërisë së pastër, natyrshmërisë së atij i cili don me njoh Zotin, po ja që nuk e gjeti rrugën, po ja që e gjeti rrugën. Ezani është komunikuesi më i mirë qiellor që flet me zemrën e njeriu, që flet me zemrën e besimtarit. Është komunikuesi më i madh që komunikon me ty me zemrën tënde, por komunikon edhe me ndërgjegjen tënde. Mundohu që ndërgjegjen tënde ta bësh të dhezur. Alarmin e ndërgjegjes tënde ta bësh aktiv, me qëllim që çdo thirrje pozitive për tek Zoti ta arrijë në shpirtin tënd, në zemrën tënde, të të lulëzojë shpirti, të qetësohet zemra, të të filtrohen mendimet, të takojsh Zotin besimtar, për arsye se ata që e kanë njohur Zotin kanë jetu konform asaj që Zoti na ka mësuar. Padyshim, pa pikën më të vogël dyshimit do të dalin faqebardh para Zotit. Për arsye se ajo e cila kaloi, ai rezultati i cili kaloi, ata mendimet të cilat i kishim, ishin rezultate të cilat Zoti i fshin dhe i largon kur ti i ke bërë me pa vetdije. I ke bërë me pa bindje të sinqertë. Për arsye se nuk u njoftove me Zotin. Tani u njoftove me Zotin. Tani u njoftove me mesazhin e Allahut. Tani e njoftove mesazhin profetik. Jeto konform mesazhit profetik. Jeto në këtë muaj sikur këtë jeta yte të jetë Ramazan. Jeto në këtë muaj sikur komplet lëvizjet tua të jenë si në Ramazan. Fjalori, dëgjimi, nuhatja, lëvizja. Me qëllim që qëndrimin tënë para Zotit ta kesh Bajram. Botën tjetër ta kesh Bajram. Allahu ju dhash agjerim të lehtë të pranuar. Miru ta kofshim në epizodet të radhës. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. We see the Ramazan.